Që bëni aludime, thoni që nuk respektohet azimi me Kurora Lule çdo për vjetor dhe nga njerëz që nxorën në prit. Kush janë ata? Që respektohet? Po, më fal, tash. Po. Ai, jo, i përgosur i përjetshëm që të mos të thot tani që ore filani dhe filani që po vën Kurora te Azem Hajdari janë njerëz që kanë nxjerrë prit atë. Fal, sekondë, fal. Po. Ti tha vetë, pranove vetë, tha i zeti me Azemin, tha s'kan pas marrëdhënie të mira. Unë di si kanë pas marrëdhënie normale. Kanë folë, kanë komunikuar me njëri tjetrin. Disa herë po, në kon, herët e njofun, jo në fund, Po, i zeti nuk e ka nxjerrë, se këtu aludojnë tonë, e ka nxjerrë i zeti. Se ti, ka mendime, nuk e di. Aludojnë tonë që e ka nxjerrë. I zeti janë konë aty, unë nuk e kam parë. I zetin e të. I zeti janë konë aty. Jo, nuk e kam parë. A i pranda dhe vetë si më konë aty është. Unë nuk e kam parë. Nuk e kam parë. Në falë, në zyret për dës, kush është dikush tjetër për përjashtim Berish, se kesh në kënd të Azemi? Mi thonë dele këshur se kush është e makinë që atje, me targa vlore. Se që të kanë thonë Azemit? Ka dëshmitarë se kanë një bisetën krejtë. Dele shiko që është e makina me targa vlore. Se vetë Azemi, kështu, i kështë qef për këto gjera. Aji se diskutoj, të merë në telefon, thosh, jam në Durrës është po shkruaj. Në fakt, sa po kështë kaluar aty, i kishe pak qef vetë. Po jam dakord, po që ta thëmë se aji ka... Dikush ka përfituar për ta bërë. Po këto pra po thëmë. Se i kishe... Nuk e ka me mund se fat mirë atë. Aje dikush e ka thonë dele kështu. Po kush mendoni se e donë të Azemi të vrarë? Ja të... Mirë tash. Ti e këtu tani e kupton, ke 15 vjetë. Kush mendon dhe se e donë të vrarë? Ti shkon Azemi i gjallë sot, kush e kish për dënë? Ti shkon Azemi i gjallë sot, kush drejt e ke për dënë sot? Saliu. Ja, absolutisht jo. Mas Saliu të drejt e ke... Unë e di mirë. Azemi e di në tonë. Ja. Me që e kysh me ndemi të? Zje nga më mas Saliut, kush kesh më pushtet e mënë për dhe, më thonë. Mas Saliut? Mas Saliut. Kush kesh? Saliut, nuk e di, da një. E di në tonë. Pra Saliut... Azemi ka qenë... A duhet të rjapet kjo dosje? Po këta, thash... Doktori... Jo për 10 vjetë, po ma shumë... Doktori Sesh tani? Doktori 10 vjetë ka lyp me hapë. Edhe kur kënë pushtet ka lyp me hapë... Ka dash me hapë? Po. Po ishte rjapë? E ka akuzu Fatosin, po akuzu Fatosin e amnestaj. Mua... Cëla akoma? Mua se amnestaj hala. Fatosin e jequen të mire? E amnestaj. Ashtë 10 vjetë. Fatosin, organizatori, Fatosin kështu. Jo vetëm ligjerisht, po edhe politikisht e ka amnestuar, ka thëmë. Fatosin është... Po, pra... Ma vizjani që kam të nëmë? Po në gjesh ajë natë. Në emision të njëzës të kohën që zëka, sa jo, aja mojë të vendim, që ka ta ka vendos. Ta 10 vjetë, për që të vendim ka thonë që kjo nuk ka një trajtë. Do me të një mendoni që duhet të apet këtë dosja jo? Po në qofë se do në e zbardë. Po, dalë, qa ka dalë, qa ka mundë? Ju mendoni që ka të reja tjera? Vërtetua të mu. Aja kina bona me qëllim. A ka në rasi, a ka nëzit dikush. Po 2 vite e që mund të rjapin këtë dosje. 2 vite e që mund të rjapin. Ti dhe nëse. Po, ka thëmë pra. Ta hapin dosin, tja vërtet e nëse e kanë zirë Sali Azemin aty. Tja vërtet e me njerës. Ti e shmi. Këto probleme se këto s'pesa kur bërë, që mos si me nxerë njerës e ta si me nxerë dëshmit. Pse mendoni se familja Hajdari nuk kërkon të rjapet dosja e vrasjes së Azemit? Kush do ta kërkojnë? Ajo është gruaja e tij me 2 fëmijë, me 3 fëmijë. Ka guxim gruaja e tij, në kërku mu hap dosja, del që aty kanë gjerë Berisha. Se pas një. S'kan guxim, kush ai gjyqtarë prokuror si me përsipër këta? Jo, kemi këtë problem tani, që është një handikapi madh. Ju thuaj fjala jote kundër atij. Në rregull. Ju ishit në vendin e ngjarjes. Po si kemë marrë? Domethënë atje ku është vrarë Azemi, me njeriu që e vrau, thoni ju, Aklej, Fatmirin. Po s'ka mundësi të dy. Por ndërkohë. Ti palgjoja atë. Si dia se po palgju Fatmir automatik nga thon kapell atë. Ndërkohë, domethënë se tani është kjo të thuash ja ujku dhe të thuash ja gjurmë tani se thuaj e ka vrarë Sali Berisha. Cili është prova? Një, provë.
Të vetë. Po t'ja gjojnë telefonin. Njëri me bëndë publike. T'ja gjojnë telefonin Azimin. T'ja gjojnë telefonin Azimin. T'ja nxjerrin te kohë arkiva, s'kan futur telefon. Çka ka fol? Ka dëshmi, ka dëshmi. Se ju e vazhdoni këtë luftë pastaj kundër forcës së Saliut në intervistën e fundit thoni që PD-ja është financuar nga droga. Tjetër. Për çfarë? Tjetër çfarë? Po në çfarë ne themi? Ka gjysa deputetëve me drogë merren. Të PD-sa? Po, ministra se ngon qeveri. Brigj me drogë. Po kur? Se ti nuk thua emra. Jo, nuk ka punë emra, normal se di. Thash, me ngon shka, e pora vinë të dy për njëjtin vend. Petra Boja. Kem lidhje familjare, aq të afërta për mua, e aq të afërta për ato, sa dikush ndoshta habitet me ditë. Po, s'ka lidhje, ata janë më këndojnë me ato, me mua janë rregull që kam lidhje gjatë. Blok publicitar dhe kthehemi në pjesën e fundit të emisionit. Jemi rikthyer. Psikologët thonë që njeriu kalon në 3 faza kur ndeshet me një ngjarje të rëndë të paparashikuar. Gjendje shoku, flasim gjithmonë të dënimi, se me vrasjet e me këto, pas gjithë kur ti ishe në lirish çështje tjetër, me dënimin me këtë mas kapitale. Që është si të... Regjepciosja ka thonë për atëm demonën thaj vdekur i pa kallur. I vdekur i pa kallur. Pra, gjendje shoku, përshtatje me ambientin, shpresa që të dalësh një ditë, e mendon veten jashtë hekurave të atij burgu. Normal. E mendon. Po, s'kdohet. Shpresa Që thotë duke marrë burgin. Është e përjetshme dhe pa det e bënim. Po gjithmonë njeriu ka ndjesin që... Shqipëria po ndryshon. Një ditë mbaron. Atëherë shpresa gjithmonë në desë e fundit. Është diskutohet me shpresën... Si e mbani gjallë të shpresë? Po t'jemi sinqert. Deri tani nuk ka si kam pas një shpresë në se shumë aty nësi kanë pas diçka ndorë flasën, nuk e ka interesu me hapje çështje. Se tash t'jemi sinqert, qoftë se ne kanë fajtori. Gjithë. Ti hape, dënon prapë, s'për i shkona. Hape, se ke thonë 10 vjetë, si opozitë, si aja çështja është. Se dhe kallën e konsiderat, Azimi e dekurua. Po. Nga presidenti. Po. Po vendimi e gjykatës është për... A ke po? Nuk është për shkak detyrës. Po çfarë? Është për konfliktet, si ka ndodhur gjatë kësaj. Kjo. E domethënë është pak edhe vetë. Ta thash të bëra pyetjen e parë. Se edhe vetë familja e tij për shembull ka pretendime të vendimit të gjykatës. Ndoshta s'ka pretendime për megjithëse ata e kanë pranuar vetë si senatori. Po nuk kanë pretendime të shkëlqyer për të vendimit të gjykatës. Vendimi i gjykatës është i papërshtatshëm për ata. Qoftë edhe për ato, i zhdesh me e hap, ajo më në fajtuar të më dënojnë mu prapë. Po delja, që me sinqerë nuk shëmbajnë në shpresë, ata e patën 8 vjetë, me gjykatë lartë, me prokurori, me gjykatë shkallësfarë, me ëtësi, me këtë gjithë shka, precizisorë. Këni kësisht ka një vendim në formë sprerë. Ju keni shkruar edhe në Strasburg, apo? Po, e gjithë shka, e patën ndorash, ata se hapën. Po ku më azi, banë edhe lojnë proceduriale në Strasburg. Edhe lojna proceduriale në Strasburg. Edhe avokati jam s'ka qenë fare në Strasburg, se nuk o njoftua. S'ka ditë mja gjithë adresën Ministria Jashtme në Shqipëri. Avokatit. Një nëmë njoftinit, s'ka ditë mja gjithë. Të mbetemi të kjo pjesë që... Tash në qovë se do në me zbardë, kur do? Me do në me zbardë mund të apet. Në qovë se do në me zbardë, të më dënojnë mu prapë. Dhe ju nuk do reshni së e kërkuar i këti gjë. Absolutisht ja. Të më dënojnë mu prapë, thëmë, të më dënojnë mu prapë për jetë shumë. Po ata zborën, çfarë ka dalë, çfarë ka ndodhur, kush o më shkaktari, kush e nxorr Azimin. Se si ka mundësi, i zeti përmend në emën atë. Në dëshminë e vetë si për në intervistën si për gazetën, thotë e përmend në emën ai. Si ai thotë
Ajo thot i ka po, e ka njëftu Berishën që janë edhe jashtë. Po si ka mundësi që vojnë njëri më i besueshëm me moj Berishës, mesa e tij. Ajo bashkë ajo si ka po ngjarje. Ja. Si ja bën historinë për gazeta, supermesa, jo kjo vogël, jo, po ajo shpresa si ka emrin. Qartë. Se ajo thot, ajo din tonë për dësë, ajo kon aty në lokal, i ka po ngjarje. Ja, se të bëra këtë pyetjen e fillimit për gjendja në këtë moment, domethënë, se një shkrimtar italian, njohur shumë, Dino Buzzati, ka një te mjeku, një përcaktim psikologjik të njeriut që se dhe këtë gjithë ne, timja, tendja të gjithë, nuk është thjesht është vetëm biologjike, njeriu vdes, domethënë. Njeriu vdes në shumë mënyra. Shumë kur s'kemi asnjë dhimbje, asnjë shqetësim të Buzzatit e personazhi vetë te mjeku, vizitohet dikush. Dhe mjeku e konstaton që ai s'ka asgjë, asnjë shqetësim, asnjë dhimbje, asnjë gjë. Dhe për këtë shkak thotë ka vdekur. Domethënë, se njeriu i mbyllur e kështu vdes, domethënë, jo vetëm si qenie biologjikisht, vdes në mënyra të tjera, domethënë. Ju mbaheni, duket që mbaheni fort në këtë gjë. Pse? Si qëndroni? Edhe njerëse. Është interesant. Familja jeme, ku jam rritur. Që janë dallimi mes meje e Berishës. Unë jam rrit në kull Pejguri, urej me ditë që shkesh ta vizitesh Tropujën e të ishe shkullat që janë Tropujë. Unë jam rrit në kull Pejguri, janë rrit në shpi tjetër. Po, familja jeme 5 tërgjyshit, prej 4 brez, 5 brez, 6 brez, janë mësu me vujt, janë mësu në luft, në pushtues, janë mësu në luft kundër zogit. Shpia familjes tema djekë 3 herë. Shporët e mi kanë najtë përsekutu në kodë zogit, se kanë mojtë brancurën, se kanë najtë në brancurën. Më ra hisë dhe mua. Po, ambjendi ku jam rritur, në kose jam rritur në ambjend në fush me lulle, me në jetë luksi, me në gjanë se nuk e disë të shka janë.